17 vjet ka punuar atje, Greqi. Në Igurini janë në Greqinë. 17 vjet atje punuar këtu. Smeti ishte Kalamati. Edhe erdhe ta ndërtosh jetën këtu pastaj. Kalamati ishte vetin. Haure Smeti martohej nga një me lom, tani s'ka as fëmijë këtu. Njëra po të veni me atë, ku të çoj. Fëmijët janë emigrim, Po kam dy çuna, këtu janë me fëmijë atje, me gjenduse. E kam marrë rrobat aty, ka fot fest. Ku të çoj. 1.700.000 ka rrobat. Ku të çoj. Hall është. Halli Ma më. të fëmijë, u dori fëmijë, u dori nuse, u dori Kalamati. Tjetër ti më. Shoqi. Këtu unë kam thënë herë tjera, edhe në parë, thashtë emisionin në parë. Këtu shteti nuk ka punuar, për këtë fshat nuk ka punu fare. Ama rrugën ju ka shtru. Vetë si rrugë ka shtru aty, pas petu në fare atë rrugë. Se në pa rrugë kemi. Me këto të ecuri. Se aja rrugë të ishtë të shemet prapë. Për arsye se këtu nuk punohet me pritat e projeve, me lorë. Si do, sa pritash janë? Këto janë pritat, si që janë projet, me lorë, Po projë me lorë. Ka pas prita më para aty. që të mos hynin në fshat, Po, broshe tokat. I kanalizoje... Boshi kanalit e para, kanalit e dyta, kanalit e treta. Këtu s'ka sot, as kanal parë, as kanal dyt, as kanal tret. Po çai bot kanalet? I kam prish kanalit. Erë sistemi kanalit u prishin. Po unë I pash një kanal atje që rrithë ujë. I kanal, ka qoni kanali parë, ka qenë aty ke xhamia lart. Po? Shkon ujë pruat. Pra e kanalizonte aty edhe nuk bënte dëm. Po. Kanali tjetër ka qenë këtu poshtë, ka është kjo Bashkim Hoxha. Po? Si bashkimi, ka qenë kanali dyta aty. Po? Ka qenë nga aty, I të pruat. E kuptoj. I blokuar. Ka bojë qika ti në qështje pe ti Po, që kanë filmuar me zgarë. Ka po zgarë për dy familje për shkërë në shtëpi. Shumë makinën. Po kanali kryesor shkon drejt aty në qësha më. Mbi shtëpit ljezve, lagjes. Ka qenë kanali madh? Kanali madh, edhe mlidhe ujrat, shira ujra, mlidhe I ditë atje. Jo blokuar. Kanali tjetër ka qenë këtu. Ka janë të vjetë, dhe kjo, ka qenë blokuar. Kanali tjetër ka qenë mi shtëpinë e këtij burrit aty. Po? Në shpiti ka në kanal tjetër, aty jesin atje, pruat. Ku janë sot? Prejta zvanë, pyet u prenë, I të fshati. Po duhet njerëz, s'ka njerëz. Po edhe pa ndodhur këto, edhe kur ju I kishit kanalet, ju prap ishit fshati rrezikuar. Sot jeni më... Sa do që gjashtë... Nuk do ishte bërë kjo. Nuk do ishte bërë katastrofë. Sa do që lëvizin e qika në lërë, këto shtaj këshohu, Po? atje, ka pas lëviz atyre. Edhe I familje, nga Shkozeti, lartë, nga shkolla. Po ishë kanale, ati ka qenë mulli ujë. Pse si këti, këti mulli ujë, po I këti ujë, me në qoshe ujë shkote në prua. Edhe përroshe bëshin me prita. Që mos kërruj tokë, se po kërruj tokë do I shpia, do I tokë do I shpia. O normale. As me në qipë së shparë, as I festim nuk është shparë për tu. Që më dohet më I festim për një rrugë, 12-13 cm asfalt, që është bërë. Aty punoha unë nga asfalt. E di shumë mirë që 12-13 cm është asfalti. Po mi që a bënë se ka fshatra që e lusin atë fshat. Po do ikë. Atë asfalt, se thash. Po jo, po do ikë ajo. Është e kanë tikur, se një vit e gjysë është që po. Vjetu po. E ikur është ajo. Shoqi, për ne I lutem bashkisë, qeverisë, shtetit, se mos Ministrisë Bujqësisë. Qa do bëjë ministri? Ministri Bujqësisë edhe këto, përse rrinë të asyre e pyjeve. Ka për marrokat. Boj shpëllëzime, boj prita. Kuj kanë? Sa pëndor ka pas, se mërë e pyjeve. Që bode pritat e bode shpëllëzime. Ose Ministri Bujqësisë, që më banë? është shpëllëzuar shumë kjo zona juaj, sepse unë kam 2 video, 2 drona, një të filmuar nga një banor vendas dhe një që e filmuam ne kur ishim para afër 1 muaj, dhe duke qartazi ke droni I më hershëm se këtu ka qenë komplet e gjelbëruar, besoj se ju e pat kur I vendosa njëri mbi tjetrin, se si ka qenë zona ka qenë goxha e gjelbëruar. Gjithë malet jashtë I prerë. I mërë firmat.
Ma rrujmë këto qika zapele që kemi në rreth e rreth. Këto i kemi privatisht i imam vetë. Se kemi privatisht. Pse na i bën për trungje? Po, të që i bërë dhe ato për drusare, po i nga që i kemi pjesat tona, se kemi darë fshaqe. Po nga i hynin ande, nga cila rrugë hynin? Nga kjo rruga rruga aty. Nga kjo rruga ka pas hyrë dikur? Nga rrugë hynë, nga babja hynë, nga dardha hynë. Pra i gjenë shtegun për me marrë dru. Që je? Halli ma. Shpresoj shumë nga bashkia, nga emergjencë civile, na nevojë për kohën që erdhi, se jemi në rrezik. Se erdhi dimi, ran shirat, ne ku do shkojmë? Po, pritën shira. Patën të trekat e mu që angel, verës, fusin kokën, në milo. Shpresën Zotë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Ne jemi në një nga familjet e dëmtuara të fshatit Spathar. Këtu ka me 10 të dëmtuara, po ato kanë dëmtime të letra për momentin, ndërkohë që 7 shtëpi poshtë janë praktikisht ngrehina që qëndrojnë në këmbë dhe Zoti e di se kur dhe si mund të shëmben, sepse muret janë të çara. Këtu jetojnë njerëz, këtu po bëjmë ne emisionin. Do të kemi të tjera intervista pas publicitetit.